Fillimisht nëse më lejon një përgëzim ose një përshfaqje të organizimit të jashtëzakonshëm të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, duke pas parasysh edhe kohën e shkurtër të organizimit të zgjedhjeve në Republikën e Kosovës, me të vërtetë është për t'u admiruar, falenderuar dhe përgëzuar mënyrën e organizimit të zgjedhjeve nga ky institucion shtetëror, po ashtu edhe qytetarët e Republikës Kosovës që tregojnë maturi dhe vlera të larta demokratike në këto procese të shpeshta zgjedhore që po ballafaqohemi në shtetin tonë. Sa i përket rezultateve të votimit nga diaspora në zgjedhjet e përgjithshme të jashtëzakonshme, po besoj që është e pritur një gjë e tillë. Tani më diaspora e Kosovës në mënyrë të hapur ka shprehur egzaltimin e tyre në lidhje politike, po edhe emocionale me liderin e lëvizjes vetëvendosje, zotin Kurti. Rezultatet e tilla po besoj kanë qenë për gjithë secilin në qytetar, mos themi edhe njës të çështjeve zgjedhore dhe politike të pritura në nivele të cilat tani vetëm po shfaqen edhe po publikohen nga KQZ-ja. Pra ka qenë e pritur se vetëvendosja do të dalë para, megjithatë zoti Jakupi u diskutua shumë edhe kjo pjesa se nuk jena të fol për të parën, këtu jena të fol për një shkëputje të pa imagjinueshme, me të thonë drejtën, edhe jo shumë demokratike, të lëvizjes vetëvendosje nga partitë tjera sipas rezultateve. Po pyes për rezultatin e përgjithshëm, jo vetëm të diasporës në këtë rast. E pritshme që lëvizja vetëvendosje nuk do arrinte rezultatin e 28 dhjetorit dhe dëshmonte një rënje, megjithse nuk dihet saktësisht se sa do jetë kjo rënje, por